Husamedin Hoxhës, që është kryetari i Bashkisë Islame Dega në Viti. I nderuar Sadre, e vlerësoj ftesën tuaj për pjesëmarrjen në emisionin Këshia Show, por më lejoni të kërkoj falje që nuk do të arrij të marr pjesë në këtë emision. Sa i përket pyetjes tuaj në lidhje me një rast familjar, më lejoni të ju njoftoj se BIKu dhe KBI funksionon bazuar në normativat e BIKut, të cilat janë etabluar në Kushtetutën e BIKut. Imam Sabaudin Salimi nuk është pollur fajtor për vepra të cilat i sanksionon BIKu. Ndaj të njëjtit, prokuroria speciale është të rjekur nga ndjekja penale, gjë që imami ka dëshmuar me dokument zyrtar. Ndërsa për rastin e diskutimit të ditëve të fundit, ku është përmendur edhe emri im, ne do të veprojmë sipas ligjeve të Republikës së Kosovës për raste të tilla. Imami Zotri Sabaudin Salimi dhe të gjithë imamët në kodër të KBI-s janë të angazhuar si imam duke zbatuar parimet dhe procedurat e BIKut. Respekte. Pando tash, kjo është turp për këtë gjuhë të këtij, po themi, kryetari kukull në një institucion të shenjtë që është institucioni më i lartë fetar në Kosovë. As më duket në një farforme që është distancuar, domethënë. Jo, ky nuk ka distancim. Domethënë, rastin e diskutimit, nuk ka rasti diskutimit. Kjo është skandal. Kjo është kurveri. Kjo është prekje moral. Po pa, e ka dashur me thonë që vepër penale sipas ligjeve të Kosovës. Sipas ligjeve vepër ai ka vujt burg. Këto kërkush nuk e konteston ai ka vujt. Për çka? Për terrorizëm apo? Shihet njerëzit xhamati veç që i kanë mbledh video incizim s'po duam hinë atë mirë të shteti. Po e ka vujt atë burg shteti nuk fut. Po thot mesazh që domethënë prokuroria e ka pezulluar timin. Në këtë rast që një vit e gjys nuk arrin me thonë un fal Fejm Dragusha, ke pru raport, ke bu kilometra. Ka pranuar zyre ose me një? Ka pranuar zyre, falenderoj për pritjen, po nëse këta nuk kanë dashur me marr faktikisht mosën ndaj tij, pse nuk e ftun zyre? Pse nuk e ftun zyre? Muftiu Tërnava, që e falenderoj publikisht, ka treguar që unë kum shkuar në Viti dhe i kum thonë, pse nuk e diskutoni këtë rast me bën një proces verbal edhe me di çka ka ndodhur. Dhe për këtë qëllim i kum përmend edhe kryetarin e KBI-s dhe Vitis, gjithashtu edhe imamin që është antar i këshillit, domethënë. Nder, ata ftojmë edhe një show që e kemi gjetë kështu, po për publikun ka dashur me qenë anonim, për shkak që ka mundësi që i bojnë probleme, shkaktojnë probleme. Vjen nga jashtë, po kem qef me thirr në lidhje direkte, ajo ka dashur me mbet anonime, është shoqja e ish gruas tonde. Në rregull. Ta ndjekemi se çka thot për ty. Në rregull. Alo, përshëndetje. Jam Sadri Meri prej emisionit Këshia Show. Po të ras me lidhje me temën e Hoxhë Fejm Dragushës, fal. Edhe ti ke dashur me u prononcu, po ke dashur me mbet anonim. Nuk e thonë që je ish shoqja e ish gruas imamit, është e vërtet, Fejm Dragushës? Po, është e vërtet. Çka ki me thonë lidhe me këtë rast, domethënë si e njoft me ish gruan e Fejm Dragushës edhe si ka qenë ajo si person, domethënë. Si ke reaguar ti kur e ke pa këtë rast? Kur e kam pa këtë rast, nuk jem shokuar shumë, se rrethin që e ka pas edhe unë e përkroj në këtë rast Hoxhën. E di që ka shumë fakte dhe dëshmi dhe thot vërtetën, se kam edhe ashtu fakte dhe krejt ata njerëzit që njohin motrën fjalë. Po me keqardhje thonë që janë vërteta këto akuza. Ku po bazohesh ti që janë vërteta këto akuza? Ki ndaj fakt? Kam shumë fakte, ka shumë dëshmitar rreth okular, po tash masi jem edhe anonim, nuk du me fol ma shumë. Unë një di se veprën që ka bu Hoxha i nderuar edhe pse kurse kum taku, po me fjalë të ish bashkësor të ti që u kujdes për 2 fëmijë të saj, që çdo takim që kena pas motra, asnjëherë s'ka mungu, me të vërtetë ka pas një jetë shumë të mirë, edhe nuk mundet sot më bë ky poshtër ose i keq. Po a kiti ndaj fakt apo ndaj argumenta, ka shpreh aja sa ka qenë me ty shoqe na interesim për tashmë Rukexhien që është i martuar, Sabaudin Selimin. Atë ka thonë Rukexhien që është ka shumë fakte se ajo vetë u ka afruar Hoxhës. Domethënë nuk e ka nxit Hoxha. Po për disa që ka shkundru kja aty, ajo ka shku me qatë qëllent, ashtë në normal që e ka nxitën, se gabimi është i dyanshëm, akti u kon i dyanshëm. Po çka të ka thonë ty? A ki ndaj fakt, ndaj bisedë që ke bisedu me to? Çka të ka thonë lidhe me këtë rast ajo? Që po më pëlqen edhe kisha pas qef me pas një jetë vazhdueshme me to. Po për Hoxhën Fejm Dragusha, çka të ka thonë ajo? Ajo ka dhimbje, ta ka shpreh dhimbje që do me lanë edhe fëmijën e saj apo kështu diçka të tillë. Me këta njerëz është problem më kuptue se nuk u ka qenë asnjëherë stabile,
Njëherë ka thonë kështu, njëherë ka thonë ashtu. Unë një e di që ajo u konë shumë rehat, krahasi me Hoxhën, edhe një ju garantoj që kur nuk e ka ndalë prej takimeve tona, kur nuk e ka ndalë shtëpinë e vet për gjitha neve. Aty ka një shtëpi që këta motat kena qajt hall dhe dirë të kena shku kena nejt, si në shtëpinë tonë, nashta edhe na i kena pengu dhe Hoxhë dhe pri shtëpie kena largu. Kështu që me të vërtet këto fjalë, këto akuza që bëhen janë shumë të rënda, po Po ti e tha më herët që nuk i taku asnjëherë me Hoxhën edhe me Hoxhën jo, nuk im takuar. tash po thu, tash po thu që kena me gruan. Po a kina i fakt apo ndaj argument për publikun që ti e ke pas shoqë me të vërtetë ato? Se mu e dini që Hoxha dhe ka udhëtuar shumë, ka mujtë me lënë shtëpinë. Është e vërtetë, po ja, lutem të gjëma pyetjen. A kina i fakt apo argument tondin që ti me të vërtetë e ke pas shoqë ato? Po nëse ne mbesmi anonim, atëherë çish mi dërgu faktet. Po a ki për shembull ndaj argument tjetër që e konte banesa, e ke ditë, e ke njoft, që mos më thon publiku, Hoxha Sadria pas ka shtinë një shoqë vetën me ful. A pe kit kjo? Ne kemi Allahun dëshmitar për çdo fjalë që flasëm. Unë çdo fjalë që kum folë këtu e garantoj që nuk është me shtyrje ose me kërkesën e Hoxhës. Unë ju thash që Hoxhën asnjëherë nuk e kum taku. Familjen e tij e njoh, motrën fjalë e njoh. Faleminderit shumë për intervistën sonte që zgjedhëm me dhonë në emisionin tonë. Na falenderojmë shumë. Inshallah dhe le vërtet anë shesh. Amen, faleminderit shumë. Hoxhë, çka kemi thonë? Ishte shoqja e ish gruas tonde. Po shiqa, tash unë si Hoxhë që sa vite kum shërby jashtë edhe këto, edhe mira me shkrime, kurse kum mendu në jetën time që do del një koleg i kësaj fushë dhe do ta kesh përdor bashorten. Pra atë qëllim ka pas shumë shoqë që kurse nuk ka interesuar as me kontrollu telefonin, e ka pas gjithë veturën në dispozicion, mu ka dosh marrë dhe me fëmijët mu kujdes, edhe për dy fëmijët e saj nga martesa e parë, edhe për djalin e vogël. Në fakt se çdo deshta më ndërprej, regjia nëse ka mundësi fotot, nuk i kishte kaloa me bashortën e me fëmijët. Jo, nuk i eku ato asnjëherë për shkak se kjo ndomje është ndomje e dhunshme, kanë kriju precedent, domethënë, edhe imami atje Rukjegjia në Viti, edhe nuk më mjek sepse mas pari familja miqtë e mi, domethënë, ose tash ish miqtë e mi, ata unë kam mesazh kanë thonë me izën tonë kjo nuk është martu. Prandaj akuzat që më vishen se kës pas ka pas martesë e unë ku bë martesë kështu me radhë, janë domethënë shpifje dhe të Kjo është njëra nga fotot. Me që kena mlu. Po, këtu është një inqizim që kisha pas dëshirë me lëshu inqizimin. A ka mundësi regjia me lëshu inqizimin për atë? Që ja ka dediku. Të parën kisha pas dëshirë. A ka mundësi të parën regjia me lëshu? Të duan. Kjo është domethënë që ish gruaja ka pas që pjesë edhe rrjetet sociale dhe TikTok. Pa është inqizim i parës, nëse s'ka po jo. Është inqizim, po që rasti që ku po domethënë edhe e kum rujt se